Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam një djalë 24 vjeç dhe vitin e kaluar mbarova studimet e larta në degën e juridikut. Kisha shumë dëshirë të filloja punë në profesionin tim. Doja të ndërtoja një karrierë dhe të kisha rrogën time. Mendoja se diploma do të mjaftonte. Dërgova dokumentet e mia në çdo zyrë shteti. I dërgova dhe në gjykata e në firma private. Por e vërteta ishte krejt ndryshe nga çfarë kisha menduar. Dyert ishin të mbyllura kudo. Pasi kalova muajt e tërë rrugëve, duke kërkuar punë, pa asnjë rezultat, u detyrova të bëja atë që bëjnë pothuajse të gjithë të rinjt në vendin tonë. U futa në një parti politike vetëm për të gjetur një vend pune. Mendoja se gjërat do të zgjidheshin shpejt, por u gabova përsëri. Për një vit rresht, në seli më mbanin vetëm me premtime boshe. Me jepnin punë nga më të ndryshmet gjatë fushatave. Unë merresha me organizimin e karrigeve, shpërndaja postera, rrija në takime deri vonë dhe i bëja fresk kujdo që kishte pak pushtet. Me sorollatnin sa andej këndej pa asnjë pagesë. E kur mbaruan zgjedhjet, deputeti i zonës sonë më thiri në zyre. Ai më premtoi se do të më jepte një vend pune në bashki, e unë u gëzova shumë dhe mendova se më në fund ja dola. Mirë po koha kalonte dhe kontrata e punës nuk po firmosej. Në vend të kësaj, ai deputeti filloi të më thërriste për çdo punë të tij personale. Më kërkonte të paguaja faturat e tij, të merrja rrobat nga pastrimi kimik, apo t'i blija paketat e atij, e unë nuk kisha guxim t'i thoja jo. Kisha frikë se mos me hiqte vizën dhe humbja vendin e punës në bashki që ai e kishte në dorë. Me pak fjalë, ai më kishte bërë si shërbetorin e tij. Kohët e fundit, detyrat e mia ndryshuan. E deputeti kishte një makinë mjaft e shtrenjtë, me xhama krejtësisht e errësuar. Ai filloi të më jepte çelsat e makinës dhe më thoshte të shkoja të merrja gruan e tij kudo që ajo kishte nevojë. E gruan e kishte 47 vjeçe. Edhe ajo kishte angazhimet e saja gjatë ditës, e unë e prisja me orë të tëra jashtë parukërive apo jashtë dyqaneve. Derisa një mbrëmje, deputeti më telefonoi dhe më tha të shkoja të merrja gruan e tij nga një darkë. Shkova me makinën e tij dhe u parkova jashtë restoranit. Pas pak minutash, ajo doli dhe hipi në vendin e parë, në krahun tim. Nisa makinën dhe morëm rrugën drejt shtëpisë së tyre. Ishte ora 9:30 e trafiku ishte shumë i dendur, e po ecnim shumë ngadalë. E për disa minuta unë si fola e ajo as mua. Pastaj ajo u kthye pak nga unë. Nuk të kam parë asnjëherë deri sonte unë ty, më tha ajo. Ndoshta nga që jam i ri në parti, i thash asaj. Kam pak kohë që merrem me këto angazhime. Ajo ktheu kokën përpara dhe vazhdoi të fliste. Më vjen keq për ty që i hyre kësaj rrugët e politikës. Ndoshta tani të duket një zgjidhje, por nesër pas nesër do të martohesh.
nuk do të kesh kohë asnjëherë për gruan tënde. Po vazhdove me politik, do ta lësh ashtu siç më lë burri im mua, që nuk vjen të më shoh, ndoshta nga njëherë me javë të tëra, ma tha ajo. Unë ndjeva në siklet nga fjalët e saja. Doja të mbroja deputetin dhe të tregoja se kuptoja si funksionon të puna që kisha zgjedhur. Po nga njëherë puna ashtu e do, i thashon. Kur ke angazhime të shumta, do të ndodh edhe që të mos i shohesh njerëzit e tu për javë të tëra. Por ajo nuk ma pranoi këtë arsyetim. Po si ore, me tha ajo, por kur ti nuk e takon gruan me javë të tëra, gruaja do të filloj të shikoj të tjerë. Njeri është edhe gruaja, me tha ajo. E aty kuptova që ajo po më sillte biseden mua. Fjalët e saja kishin një nënkuptim shumë të qartë. Unë isha thjesht një djalë pa punë, e burri i saj kishte në dorë të ardhmen e punës sime. Të lutim, i thash, mos të flasim për këto gjëra private mes jush. E ajo qeshi. Sa frigacak që qenke, me tha ajo. Ti pas ke frig edhe nga hija e burrit tim. Imagjino të flisja me ty dhe sekretet e tjera, si doja bëje. Kur me tha ajo ashtu, unë doja t'i tregoja që nuk isha njëri i dobët. Jo, i thash, me keq kuptove. Sekretet i mbaj, për atë gjë jam besnik. E kur i thashun këto fjalë, ajo e ngriti pak zërin. Ndale makinen, tha ajo, e unë mbeta i hutuar. Po pse e pyeta, pse ta ndaloj? Ashtu po të them unë, tha, ndalo. Duke bërë ajo me dorë nga ana e rrugës. Dua që ta ndalesh, sepse ashtu me do qefi mua, me tha gruaja deputetit. E unë nuk kisha asnjë mundësi tjetër. Bëra siç më tha. Ktheva makinen dhe ndala anësh rrugës. Xhamat e zinj e bënin të pamundur që dikush nga jashtë të na shihte brenda. E unë fika makinen. Ajo me njëherë u zjat e me puthin e buzë. E unë e pranoj që kisha frikë. E u tërhoqa pak mbrapa dhe ika për pak. Dil, me tha ajo, kalon mbrapa në sedilje. Mua frika me blokoj. Aman, i thash, se do ta marr vesh kryetari, e pastaj unë jam i mbaruar. E asaj s'jan djente. Po nuk jam unë budallaqe që ti them, me tha ajo. As ty nuk ta mban ti thuash, e kështu nga do ta marr vesh ai. Akoma kisha frikë, por e dija që ajo kishte të drejtë. Askush nuk ishte si ta merrte vesh. Për brenda meje, e vërteta ishte se ajo grua me pëlqente. Hapa derën, dola jashtë makinës, hapa derën tjetër, e u futa mbrapa në sedilje. Ajo kaloi midis sediljeve të para dhe erdhi aty pranë meje. E ajo, duke u mbajtur për sediljet e para, filloi që të puthej me mua. Po putheshim që të dy. E unë mbaja njërin sy jashtë makinës se mos kalon të ndokosh e na shihte. Edhe pse të tjerët na shihnin nga jashtë, unë kisha frikë nga që unë shihja nga brenda e shikoja që na kalonin makina fare pranë. Mjafta ne, i thash, eja nisemi. Nisemi kur të dua unë, tha ajo. E filloj të me puthte përsëri. Mi kishte vendosur duart në faqe, me lëdhatonte, e pastaj me mbështilte me duar e me përqafonte. E nuk i ndalje puthjet. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.